Në Memaliaj, arti ka tashmë një adresë të re, Galeria e Arteve çeli dyert për publikun, duke sjell jo vetëm një hapësirë të dedikuar krijimtarisë, por edhe një mundësi më shumë për promovimin e talenteve dhe jetës kulturore në qytet. Atmosfera e inaugurimit u shoqërua me ekspozitën fotografike Kurban të profesor Albes Fusha, një cikël fotografish i ndërtuar mbi ritualin e sakrificës, traditës dhe simbolikën njerëzore. Përmes objektivit të tij, vizitorët u njohen me një punë të realizuar ndër vite, ku ndërthuren arti, dokumentimi dhe mesazhi social. Është një projekt 20 vjeçar, i cili ka filluar si një dokument, si dokumentim i asaj çka ndodhte në malin e Tomorit, e më pas unë kuptova që duhet të fotografoja apo të kapja shpirtin e vërtet të gjithë këtyre besimtarëve në momentin që ata banin kurbanin. Pse kjo ekspozit këtu? Sepse qyteti i Memaliet përuroi këtë galeri, është era e parë që ekspozoi këtu. Siç thot populli, paçim këmbën e mbar, i uroj kësaj galerie një gjatësi sa më të madhe. Është një galeri shumë interesante, një galeri modeste, por mjaft e mirë, me kushte mjaft të mira për të ekspozuar. Dhe unë mendoj që kam projekte shumë interesante, shumë të veçanta që vlejnë të ekspozohen te kjo galeri. Përurimi i galerisë u vlerësua edhe nga kryetari i Bashkisë Memaliaj dhe nismëtarët e saj, të cilët e konsideruan këtë hapësirë si një investim në kulturë dhe jetën artistike të komunitetit. Kjo galeri nuk është thjesht një ambient fizik, ai është një mesazh i qartë se Memaliaj beson te kultura, te arti dhe te fuqia që ato kanë për të bashkuar njerëzit, për të edukuar brezat dhe për të promovuar identitetin ton qytetar. Kemi kënaqësinë që këtë moment ta shoqërojmë me ekspozitën fotografike të profesorit të nderuar Albes Fusha, i cili përmes objektivit të tij sjell emocione, histori dhe këndvështrime që na ftojnë të reflektojmë dhe të shohim botën me më shumë ndjeshmëri artistike. Nderuar përfaqësoj galerinë e cila ka një histori 12 vjeçare tashmë, por në kuadrin e koleksionimit familja jonë ka 30 vjet që koleksionon art. Ky nuk është koleksioni ynë, është rasti që ne biseduam me profesor Albes Fushën, i cili kishte një ekspozit të ndërtuar tashmë. Më vjen mirë që zgjedhur për pikërisht për bërjen e kurbanjes dhe është një mesazh hynor që Zoti e ka caktuar nëpërmjet profetit Ibrahim dhe të birit të Ismail për të treguar se sa dashuri ka ndaj Zotit dhe ndaj njerëzimit dhe i tha bëj sakrificë djalin, ndërkohë që me gjithë vullnetin i plot pranoi të bënte djalin sakrificë dhe në atë moment Zoti e ndaloi bërjen e kurbanit djal dhe zbriti kurbanin për mirësinë e njerëzimit. Memaliaj është një treg me vektashizëm dhe kuptim plotë. Ekspozita u ndoq me interes të veçantë nga qytetarët, artistë dhe dashamirës të artit, të cilët vlerësuan jo vetëm krijimtarinë 20 vjeçare të ekspozuar nga profesor Fusha, por edhe rëndësinë që kjo galeri do të ketë për zhvillimin kulturor në Memaliaj.